Ato ishin çifti më perfekt në Tiranë, me dashuri të plotë ndaj njëri tjetrit dhe me dëshirën për të krijuar familje. Po flasim për portierin e Partizanit, Alban Hoxha dhe bashkëshorten e tij, Dorina Haka. Ajo që duhet të ishte dita më e bukur e çiftit, u kthye në ditën më të errët të tyre, sepse Dorina humbi jetën pasi solli në jetë djalin e saj. Çdo gjë ndodhi për pakujdesinë e mjekëve. Edhe pse dhimbja vështirë të kaloi, jeta vazhdon. Tashmë Albani prej vitesh bashkëton me këngëtaren Çileta Gjilaga, ndërsa mamaja e Dorinës ka 11 vite që së rrollatet gjyqeve për të gjetur drejtësi për të bijën. Dhe pas 11 vitesh, drejtësia foli. Prokuroria e apelit kërkon burg për 2 mjekët që u morën me rastin e saj. Ginekologu Petrit Rexhepi duhet të vuajë dënimin 9 muaj burg, por për shkak të moshës së tij, mbi 70 vjeç, dënimi pezullohet dhe kthehet me shërbim prove 18 muaj, ndërsa Rami Natoria 1 vit burg dhe pezullim licence për 5 vite. Nëna e Dorinës është ulur në sallën e gjyqit për 11 vite rresht, ndërkohë në seancën e fundit ajo tha: "Dorim do drejtësi, një fëmijë që rritet pa nën do drejtësi. Ju lutem gjyqtar, më shikoni, dua vetëm drejtësi, drejtësi pafund. Një nën që nuk dorëzohet, një vajzë që kërkon të vërtetën edhe pasi ka ndërruar jetë, një fëmijë që rritet me pyetjen: pse duhet të rriten pa mamin?" Kjo histori është një kujtesë e dhimbshme se drejtësia ndonjëherë ecën ngadalë, por kur zemrat nuk dorëzohen, ajo nuk harrohet kurrë. Po ju, si e komentoni vendimin që ka dhënë gjykata për mjekët? A është normale që një proces të zgjasë 11 vite? Për më shumë, mund të na lini mendimin tuaj në komentet poshtë videos.